Po sikur të gju thoja se një nga fukite me transformuese ke mund të zgjoni nuk eshte veprimi. Por mos veprimi? Po sikur zoterimi i vertete i realitetit tuaj të mos fillogje duke imponuar zerin tuaj, por duke zgjedhur të kendroni kelimisht të heshtur. Në një bote të mbushuar me opinione, kërkesa dhe stimuj, ingjorimi është bere një akt revolucionar, por gjo se do ingjoranse, por ajo i endur me mensuri. Ingjorimi si që bajne të mensurit, nga vetedigja, nga demshuria, nga kartesia. Shumika e njerëzve besojnë se fukja kendron në kontroll, në reagim, në mbrojtje. Ata besojnë se identiteti i tyre afirmohet me çdo argument të fituar, me çdo fjale ke mbizoteron mbi një qeter. Por mjeshtrat e lashtet të lingjes, vesanerisht brenda tradites budiste, mesonin diçka shume të ndryshme. Ata mesonin se ata ke nuk reagojnë gjaneme të lire se ata ke gjithmone përgjigjen, se ata ke zgjedhin të mos angazohen me ate ke nuk e meriton energjina e tyre. Filloqne të ke verisin boten e tyre të brendshme si një perandori kete. Imagjino per një moment sikur gje duke e kur përgjate një shtegu malor. Në qdo hap, dikush të hed gure, duke shpresuar se du të ndalesh, du të këtë hesht dhe du t'i hedhesh mbrapsht. Por ti vazhdon per para, i heshtur dhe i vendosur, dhe qado gurbje pa të prekur. Në distance, surma shuhet. Malim betet i palevizur nga era. Ki eshte arti i ingjorimit me vetedije. Ka gjo video eshte një eksplorimi tele. Jo i egos kë dëshiron të kete të drajte, por i shpirtit kë dëshiron pake. Du të diskutojme fukine delikate të mos reagimit. Se si budizmi ka mesuar rrugën drejt kete si se per shekuj me radhe, dhe pse të mos përfshihesh në gjera eshte në nga format me të larta të mbrojtjes energjike. Du të gju tregojme pse nuk keni nevojë ti përgjigjenik gjithë skaqe. Si të dalloni midis asaj ke meriton vëmendjen tuaj dhe asaj ke thjesht po e shteronate, dhe si të kultivoni një mendje të palekundur me skausit, sepse në kohë zurme, heshtja e vetedishme behet forma me e madhe e mensurise. Përgatitu të zbulosh një me simdhenje akta lashtasa edhe të fukishme, një sekret ke shihet karte, por ke kuptohet nga pak njerëz, sepse ingjorimi, kur buron nga mire kuptimi, gjo nga indiferenca, eshte një mënyre për të dashur pak e tënde, dhe mbrojtja e pak e stende eshte mbrojtja e shpirtit tënd. Heshtja e budes kur Siddhartha Gautama, princi ke hoki dore nga mbretëria e tigje, u ul nën pemen e iluminizmit, ai nuk po kërkonte zurmen e botes, por thelbin e saq të heshtur. Buda, siç do të kuhej me vone, nuk i mesuaj di shepujt e tigj se si ti përgjigjen në mënyre agresive botes se gjashtme, si të fitojnë debate ose si të ruajnë një status të kaktuar shokeror. Ai i mesoj ata të shihnin karte. Dhe duke pare karte, njeriu pushon se nga të ruari me ate ke i mungon substanca. Në mesimet budiste, një nga shtilat me te tela ishte shkeputje por kini kushdes. Shkeputja nuk ka të bëgje me ndalimin e në gjenjave, ka të bëgje me ndalimin e nga terimit, ka të bëgje me vezgimin e një emocioni, një gjikimi ose një kritike ndjersa dikush veren një reke kalon kielin. Ju e pranoni ate, dhe e lini të shkogje. Ki eshte selesi për te kuptuar fukine e ingjorimit të të qereve nga një perspektive shpirterore. Nuk ka te begje me perbuzje, por me zoterimin e brendshëm. Fjala kë perdorin budistet, eshte upeka ketesia, e përkthjer si ketesi, eshte ksevahiri i fundit i kater palateve sublajm, se bashku me dhemshurine, miresine dhe gezimin empatik. Ketesia do të thote të kendrosh i përkendruar, edhe kur bota e gjashtme eshte e tronditur. Shta ingjorim, gjo nga indiferenca apo krenaria, por nga dhemshuria ke nuk legjon ka energjia gjote të shperdorohet në stimuj ke nuk ndertojnë rrugën tende. Le të shohim një shembull historik. Kur Buda u përball me provokatore, ai nuk u përgjigj me zemerim, por me pyetje. Kur u fije, ai nuk u kunder përgjigj, por buzekeshi. Kur një burre i hodhi fjalet e ashpra, duke pritur një reagim. Ai thjesht tha, nëse dikush gju ofron një durate dhe gju nuk e pranoni, kuqt i përket durata. Keshtu, fjergja ju kthie agresorit, gjo permes dhunes, por permes boshlekut. Ki kendrim konsiderohej revolucionar, magje edhe subversiv, në kohën e tij, sepse, në dersa u dhehekesit të brahmanet debatonin per hierarkite. Buda mesonte se liria e vertet e lind kur dikush pushon se varuri nga gjikimi i të qereve per të vendosur identitetin e tij. Sipas fjaleve të Dhammapada, ashtu si një shkemb i forte nuk lëviz nga era, kështu edhe njeriu
i mensur nuk shketesohet nga lavderimet ose kortimet. Shkollat budiste Mahayana dhe Zen e quan kete mensuri edhe me tej. Në Zen, mjeshtri nuk përgjigjet me fjalime tek gjata, por me heshqe, një gjest ose një paradoks. Ato mesojnë se mensuria nuk kendron në përgjigjet ke gjapim, por ne hapesiren kë kryojme midis stimushve dhe reagimeve tona. Në atë interval kendron liria jone. Ingjoranka e mensur, pra, nuk është një teknike për të fituar superioritet mbi të qeret, por një rrugë drejt sovranitetit të shpirtit. Ajo na çliron nga teatri i maskave ku të gjithë duan të kene të drejta. Duke na legjuar të lidhemi me kendren e ndritshme ke vezgon pa gjikim, pa reagim, pa lidhje. Mendja si një paskire në zemër të mesimeve budiste kendron një imaz i tele. Mendja si një liken i kete. Kur likeni eshta i kete, ai paskiron me sakte si henen, yjet, kielin kielor. Por nëse e trazon, nëse hedh gure në te, ajo kesheh eshte shtremberim. Kjo metafore zbulon një parim thelbesor kur reagojme, ndalojme se parikarte, kur vezgojme, fillojme te kuptojme. Ta ingjorosh nga nje kendve shtrim i mensur nuk do të thote të mbillesh si ta ose ta i kesh nga gjeta. Per kundrazi, eshte akti i ruajshqes se pastertise se burimit ten të brendshëm. Në një bote të mbushur me stimugj, opinione dhe emocione reaktive, ingjorimi nuk eshte dobesi, eshte kendrueshmëri shpirtërore, nuk eshte pasivitet, por një zgjedhje e kelimshme për te. Mos e ushkeni ate ke nuk ndërton. Budizmi na meson se s'do gje kë perceptojme permes shkisave tona, fjalet e të qereve, mendimet e tyre, gjikimet e tyre, eshta e perkoshme. Ato gjane si gjehona në nje shpele të zbrazet. Buda e kwashti, ate anik ka perkoshmeria, e të gjitha fenomeneve. Keshtu, nëse nje fjergje nuk ka bazene per hershmeri, pse duhet të mbajme ate si barre per vite me radhe. Pse te legjojme ke zurma e gjashtme te per kaktoje gjengjen tone te brendshme. Ketu hin në logjen je parim thelbesor, ligji i shkakut dhe pasojes në mendimin budist, që do gje kë përgjetoj me buron nga nje shkak dhe gjeneron nje pasoje. Nëse i përgjigjemi kritikave me zemerim, po mbjellim shkake të rejavuajtjesh. Nga ana qeter, nëse e verejme emocionin ke lind pa vepruar mbite, po e thjejme ciklin, po qlirojme karmen. Dhekgjo në vetvete, eshta një revolucioni heshtur. Zeni, dega japoneze e budizmit, e thelon kete me simdheni me një praktike në dukje të thjeshte, zazen meditimulur. Nuk ka të begje me arratisjen nga bota, por me vezgimin e mendimeve si reten e kiel. Nuk angjitesh pasreve, as nuk përpikeshti largosh me forse. Thjesht merr frimet e vezgon. Me kalimin e kohes, kjo praktike vazhdon edhe në gjetën e perditshme. Kur dikush të ofendon, nuk reagon me njëhere. Merr frime, vezgon. Dhe zgjedh të veprosh nga një vendi pranise, jo nga impulsiviteti. Një shembul do me thenes eshte ai i murgut i sili, pasi u kelua me shuplake, nuk u përgjigj. Dishepulli i taj, i indingjuar, e pjeti pse nuk e mbronte dingjitetin e tij. Mjeshtri u përgjigj. Çfarë vlere ka në mbrojtjen e njëve gjegje kë nuk ka ekzistencë të vërtete. Në kete deklarate rezonon një nga të vërtetat kendrore të budizmit. Egoja eshte një iluzion i ndërtuar nga lidhja me perceptimet, ingjorimi i asaj kë e ushken atë ego po i afrohet me shume lirise se vërtete. Sigurisht, kjo nuk do të thote tolerim i abuzimit ose dhunes. Budizmi ben karte dalimin midis mos reagimit dhe pasivitetit. Ingjorimi i mensur përfshin vendoshen e kufigjve të shëndetqem me dëmshuri, pa u rejtje ose hakmargje. Shte arti i vepro pa u pushtuar nga emocionet, per tu përgjigjur pa u kapur. Një mendje e stervitur per te mos reaguar nuk ngurtesohet. Ajo behet me e lehta. Si një lule lotusi kë, me gjithese rritet në balte, më betet e paprekur. Keshtu, kur dikush përpiket të te lendoje, ti nuk biesh pre e karremit. Kur mjedisi eshte i trazuar, ti behesh kendra e kete. Kjo eshte praktika. Kjo eshte fukia. Zoterimi i kesaq aftesje nuk ndodh brenda nates. Kerkon vigjilense të brendshme, perulesi dhe praktike të vazhdueshme. Por që do here ke zgjidhni heshtjen embi përgjigjen automatike, shkeputjen embi vleresimin e gjashtem, po forkoni një cilesi të ralle dhe të cmuar, zoterimi i fushes suaj të energjise. Ingjorimin nga urtesja e brendshme në tekstet e shenjta të budizmit Mahayana, tuhet se bodhisattva. Kenia e zgjuar, ke zgjedh të kendroje në bote per të lehtesuar vashqet e të qereve, nuk vepron nga zhurma. Por nga heshtë gjakgjo heshtje nuk eshte mungese e fjalesh.
por ngjeprania ke plotesa asnjë ofendim nuk mund ta depertojë atë. Nuk e te pike. Ingjorimi behet një praktike ake rafinuar sa arti me delikat shpirteror. Shte shpataj padukshme ke shponegon dhe armatura ke mbron shpirtin. Nëngje shokerite dominuar nga nevogja per gjigje. Nga impulsi i vazhdueshëm per te shprehur mendimin. Per te vërtetuar. Per tu mbrojtur dhe per te bindur. Akti i ingjorimit behet një gest revolucionar. Por duhet bere një dalim themelor. Ingjorimi nuk eshte per buzje. Eshte dalim nuk ka te begje me mbiljen e zemres. Por me hapjen e sajak shume sa te mos preket me nga gjerat e vogla. Buda mesoj se vuajtja lind nga lidhja, me njohjen, me identitetin, me gjykimin e gjashtem. Kur dikush ta ingjoron, ta kritikon ose te tradhton, ajo ke dhembe nuk eshte vete akti. Por historia kjo krigjon nga ai akt. Une nuk gjam i mjaftueshem, gjam i refuzuar, duhet të mbroj veten. Keto refime gjane prangate egos. Dhe forma me e thelle e ingjorimit eshte hekgjadore nga ato histori. Duke ingjoruar gjo personin qeter, por interpretimin ku edhemb. Shume mesues budiste kane theksuar se forka e vertet e shpirterore nuk matet nga sasia e njohurive ose mantrave ke resitoni. Por nga aftesja gjuaj per te ruajtur ketesin e kur bota shembet per rreth gjush. Kjo eshte praktika e upekha, nje nga kater palatet sublime. Kjo e per këte hetsi ketesi. Nuk do të thote indifferense emocionale, por nje ketesi ke nuk varet nga luhagjet e gjashtme. Arti i ingjorimit na perbal gjithashtu me një pjeqe të pakenshme, sa energji humbisni duke reaguar ndaj asaj që nuk e meriton vëmendjen tuaj, çdo emocioni pa kontrolluar, çdo mendim per serites, çdo pergjigje impulsive eshte një shterimi i energjisë suaj jetesore. Budizmi meson se ruajtja e kësaj energjie eshte thelbesore per te përparuar në rrugën drejt iluminizmit. Ingjorimi, pra, eshte një mënyre per te mbrojtur tempullin tuaj të brendshëm. Një proverbi vjetër zen thote, kur i mensuri tregon henen, budallaj shikon gishtin. Me fjalet e qera, sa me shume përkendrohemi të si përfakesorja, kritika, gjykimi, opinionet kalimtare, ak me shume largohemi nga e vërteta e thele. Te mesosh të ingjorosh du të thote te mesosh të shohesh henen mes gjurmes, se gishterinjve kë tregojshne me gisht, kë shperkendrojshne vëmendjen dhe kerkojshne vëmendje. Shtek gjithashtu e rendesishme të kuptohet, se ingjorimi nga një perspektive e vetedieshme nuk eshte shkeputje, por harmonizim, behet, fjale per te vepruar nga kendra, jo nga periferia. Murgu ke buzekesh per bale provokimit nuk e ben kete sepse nuk në gjen asgje, por sepse e ka kuptuar tashme se pak gja nuk varet nga mgjedi si perret. Duke ingjoruar sulmin, ai per ka fon praktiken e tij. Dhe kjo eshte një forme dhe mshurje, mosu shkjergja i ciklit të vuajqës. Shpesh, gjegja me e mensur ke mund të vesh per vetën tende, dhe per të qiret, eshte mosu per gjigje nga i njajti nivel vibracioni këte sulmon, ingrihu, merë frime. Mbagje men se nuk je emocionet e tua, as mendimet e tua kalimtare, as projekcioni i te qereve. Sa here ke zgjedh të mos reagosh, të mos përfshihesh në te, të mos reagosh nga egogja, po thua, une ke veris tempullin tim. Ponderon parimin budist ke liria e vertet e lind ne hapesiren midis stimulit dhe reagimit. Dhe ne ate hapesire, kendron fukja gjote me e thele. Praktika per kultivimin e artit të ingjorimit me mensurin e rrugën shpirterore, ingjorimi nuk eshte igje, as andi franse, eshte nje forme e përparuar e kush desit të brendshëm, nje mburoje e farketuar në alkimine e dalimit. Por si mund të zbatoje kete mensurin nje shpirti misheruar në gjetën e perditshme parenen e shmangje ose shtipqe. Ketu zbuloj pese praktika thelbesore këdo të gjundihmojnë të kultivoni artin e ingjorimit nga njeve të ligje e larte, pa humbur lidhjen, pa u izoluar nga bota. Eses pari, heshtja si një zgjedhje e shenjte, para se të pergjigjeni, ndaloni. Merni frimet hele. Vezgoni emocionin ke lind. Heshtja nuk eshte boshlek. Eshte toke pjellore kumbin reagimi i vetedajshem. Duke ingjoruar stimush të kaktuar, komente lenduese, provokime, pritje të jashtme. Nuk po e shtipni zerin tuaj, po forkoni forsen tuaj të brendshme. Bajeni heshtjen një praktike të perditshme. Mund të filoni duke i kushtuar 5 minuta në ditë thjesht daggjimit të frime marjes suaj, pa gjykim, pa detyrim. E njajta hapesire e brendshme du të gjete streha gjuaj kur bota të gjubertase. E dyta, kushdesu per energjin e tende, jo që do gje meriton vëmendjen tende. Mendogjeni energjin e gjete suaj si një monedhe të shenjte, që do mendim ke ushkeni, që do reagim emocional,
Është një shterim. Kur përfshiheni në debatet e pakuptimta ose në dramatet e qereve, po shteroni thelbin tuaj, pjeteni veten, a i avlen kjo energjin e time, a me nderton apo me shkaterron. Teme soshta ingjorosh nuk eshte ftohtesi, eshte dashuri për veten në veprim. Mos u silni me si një fushe e hapur ku bjek gjithçka. Mesoni ta gjeni kjelli, i pane, i heshtur, i pashketesuar. E treta, ushtrim vezgimi, paskira e qetrit. Sa here ke dikush gju i rriton ose gju projekton negativitet, praktikoni paskirimin. Pjeteni veten, cila pjese e imgja po reagon? Apo e shoh personin qeter apo plaget e mia te pasheruara. Ingjorimi i personit qeter nuk do të thotë ta mohosh atë, por përkundrazi të pranosh se gjikimi i tij ka fuki vetëm nëse i adorezoj identitetin tim. Kjo praktike do të gjyqoje në transformimin e reagimeve tuaja automatike në mundesi për veten gjogje. Personi vërtet i mensur ingjoron sepse e ka kuptuar se gjithçka që e prek, i përket atij. E ka ta arti. Forkoni thelbin tuaj shpirtëror. Kur nuk gjeni në pozicion të drejta. Çdo e re e gjasht me mund t'ju naksgjerre gjashtë e ekuilibrit. Por kur boshti gjuaj eshte i përkendruar, permes meditimit, kontemplacionit, lutjes ose lidhjes me natyren, jeni si një malnëmes të një stuhje. Vendosni një rutinet e përditshme lidhjaje me të shenjten. Nuk ka rendesi nese ekuanizot, zbrazeti, prani apo heshqe. Ajo marrëdhënie intime me veten do të jetë fusha vibruese që largon gjithçka që nuk rezonon me frekuencën tuaj me të lartë. E pesta, më bani mend, ingjorimi është mbrojtje e asaj që ndertoni. Sa here që zgjedh të mos reagosh, po thua, pak gja ime është me e vlefshme se kausi it. Nga një perspektive budiste, ingjorimi është një akt dëmshurje. Nuk të lejoj të mendotesh, as nuk të lejoj të vazhdosh ciklin e vajqes. Ingjorimi është të shikosh me dashuri, dhe të zgjedhesh të mos marresh pjese. Kur këto praktika mi sherohen, ingjorimi pushon se keni një mekanizëm mbrojtës dhe behet një art. Një art që tekten në kendrën tënde. Zduk nevojen për vleresim dhe e transformon jetën tënde në një strehe këtesi të tëlle. Heshtja e vërtete është fukia e të zgjuarve kur shikojme në zemër të mesimeve budiste, dhe shume shtikgjeve të tjera ezoterike të mensurise. Gjejme një perle të fshehur, të gdendur me saktesine e kohes dhe pulsine dhe mshurise. Liria e brendshme nuk lind nga kontroli i gjastem, por nga kontroli mbi përgjigjet tona. Dhe ne atë kontrol të kete lind një virtyt suprem. Fukia për ta ingjoruar atë ke nuk eshte thelbesore. Ingjorimi nuk eshte përbuzje, nuk eshte aroganse. Është një forme e rafinuar i dalimit. Një gjuhe ke kuptohet vetëm nga ata ke kane pushuar se luftuari me egon e tyre dhe kane filuar të daggjojne kengen delikatet e shpirtit. Kur ingjoron me menquri, nuk po i ken nga bota. Po zgjedh se cilat bote dëshiron të banosh brenda vetes. Nuk e të udhetim. Ke arritur të kuptosh se ingjorimi mund të jetemi revolucionar se sa përgjigja. Se ndonjë here, heshtja eshte me terese se njemi gje fjale. Se hekgjadore nga fjala e fundit nuk eshte dobesi, por një akt fukie shpirterore, sepse kur ndalon se reaguari ndaj zurmes se gjashtme, filon të dëgjosh peshperitjen e brendshme të vetes tënde të vërtete. Mbani mend kete, të urtet e medhenj, mistiket, të ndrisuarit. Nuk ishin ata ke e imponuan veten me forse, por ata ke kultivuan artin e shkeputjes. Buda nuk e ingjoroj boten nga indiferenca, por sepse e kuptoj se shume zera gjane thjesht gjehonat e vajqjeve të pasgjidhura. Ta ingjorosh nuk do të thote ta ngurtesosh zemren, por ta hapesh atë vetëm nda gjasaj ke ingrelart. Në një epokë stimulimit të vazhdueshëm, opinionesh kudo dhe gjikimesh ke bjen si shiu asid. Të mesuarit për ta ingjoruar është një praktike e higjenes mendore, një oferte për shpirtin. Kur zgjed të mos angazhohesh, të mos i përgjigjesh kritikave boshe, të mos kërkosh miratim të gjashtem, po krigjon hapesire. Hapesire për paken, për këndrimin dhe zgjerimin kë të lulezojne. Dhe nuk je vetëm në këte rrugë. Gjithë një e me shume shpirtra po zgjohen ndaj kësaj të vërtete, se jo që do gje meriton një përgjigje, se jo që do gje kë thuhet duhet të higjen e fushen tonet e energjise, se ne mundemi dhe duhet të zgjedhim atë me të cilën rezonojme. Ki eshte sovraniteti i brendshëm. Pra, nëse ki mesaz gjuka bere gjehone, nëse diçka në keto fjale gjuka shkaktuar një moment kartesi, gjuftojsh të beni diçka të thjeshta, por të fukishme. Abonohem bashkohuni me këtë kanal për të vazhduar të eksploroni mençurinë e këtë transformo. Si dale pel ke gjeni këtë video nëse mendoni se energjia
e sa gjukan ndihmuar. Dhembi tek gjitha, begjini like ke saq video gjenese, mendoni se energjia e saq gjukan ndihmuar. Dhembi tek gjitha, ndani atë me ata ke mund të kene nevojë për këtë kushtiset e heshtur. Se pak gja nuk bertit, ajo kultivohet. Do të kthehemi se shpeshtime me shumë me si me ke. Si ki, nuk sinojnë të ndryshojnë boten nga gjashte, por nga brenda. Sepse ndryshimi me i tele filon gjithmone me perspektivën ke zgjedhim të kemi. Të endon gjehere, perspektiva me e mensur eshte ajo ke, me dashuri, zgjedh të ingjoroje.